Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Komisioni Evropian shpërndan 158.9 milion euro ndihma financiare për Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe Malin e Zit si përfitues kryesor të saj. Paketa është pjesë e planit të rritjes së Unionit. Kjo pagesë lidhet me periudhën e 3-6 mujore të raportimit, e cila përfshin reformat e zbatuara deri në fund të dhjetorit 2025. Nga kjo paketë Shqipërisë janë dhënë 49 milion euro, Malit të Zit 44.2 milion euro, ndërsa Maqedonisë së Veriut 65.7 milion euro. Sipas njoftimit të Komisionit Evropian, pagesa vjen pas kërkesës për ndarjen dhe vlerësimin pozitiv të Komisionit për rapat reformuese ndërmarra në fushën e konkurrueshmërisë së biznesit dhe inovacionit në Shqipëri dhe Maltëzi, si dhe në fushën e arsimit dhe digitalizimit në Maqedoninë e Veriut. Paguaja për periudhën 2024-2027 është në vlerën e 6 miliard eurove. Fondet u ndahen vendeve të rajonit pjesërisht në formë grantesh dhe pjesërisht përmes kredive të favorshme. Bosnia dhe Hercegovina është vendi vetëm që nuk ka marrë asnjë pagesë nga plani i rritjes deri më sot, sepse ende nuk e ka miratuar agjendën e reformës. Kosova në anën tjetër pranoi pagesën e parë muajin e kaluar. Ajo mori 61.8 milion euro para financim pasi vendi dorëzoi dokumentet e nevojshme në Komisionin Evropian dhe ratifikoi marrëveshjet e lidhura me këtë plan. Ndërkohë Serbia, përveç të ashtu quajturit para financim, që arrin në 7% të totalit të fondeve të ndara, deri më sot ka marrë një pagesë gjysmën e shumës së planifikuar, pasi nuk i ka përmbushur të gjitha reformat e parashikuara deri në fatin e caktuar. Kryeministri Edi Rama kritikon nesurinë e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Në intervistë të zgjeruar për median estoneze Post Times, ku ka folur për sfidat e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme dhe rolin e Europës në arenën ndërkombëtare, Edi Rama deklaroi se Tirana është e gatshme të mbështesë reforma që do ta bënin Bashkimin Evropian më funksional dhe më efikas në vendimarrje. Sipas Ramës, Shqipëria mund të kontribuojë në përshpejtimin e anëtarësimit të saj në Bashkimin Evropian dhe përmes heqjes dorë nga drejta e vetos si një sinjal për mbështetjen e një Europë më të bashkuar dhe më operative. Ai shpreh kritik ndaj mënyrës se si Bashkimi Evropian ka menaxhuar çështjet strategjike globale, duke theksuar se Europa gaboi kur ia la Shteteve të Bashkuara të Amerikës drejtimin e negociatave me Rusinë. 5 vendet të Bashkimit Evropian i kanë bërë thirrje Komisionit Evropian të rishqyrtojë mënyrën se si i përfshin antarët e mundshëm nga Ballkani Perëndimor në tregun e vetëm të bllokut. Qasje e bazuar në merit, nëse është e nevojshme hap pas hapi në tregun e vetëm evropian, përfaqëson nxitje thuhet në raportin e Austrisë, Republikës Çeke, Italisë, Slovakisë dhe Slovenisë. Këto janë pjesë e një klubi informal që mbështet politikisht aspiratët e Ballkanit Perëndimor për në BE. Vendet e përshkruajnë modelin e propozuar si integrim sistematik sektorial. Kjo qasje thuhet se do të zgjeronte dhe forconte tregun e vetëm duke kontribuar në rëndësinë gjeoekonomike dhe autonominë strategjike të Bashkimit Evropian. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla qëndron për krah propozimit të kryeministrit për një anëtarësim gradual në Bashkimin Evropian. Pasi paraqiti rrugtimin e mbetur të Shqipërisë, Balla tha se ky projekt nuk është kundër mbylljes së negociatave deri në vitin 2027, ndërsa ratifikimi është proces që varet nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Komunikim zyrtar nga Republika Federale Gjermane përmes kancelarit sa i përket angazhimit të palëkundur të Gjermanisë për ta përmbyllur procesin e zgjerimit me vendet e Ballkanit Perëndimor dhe me Moldavinë, me angazhimin që citohet qartë. Ne duhet të gjejmë një zgjidhje, thot kancelari gjerman, e cila le të themi të na garantojë dhe anëtarësimin me faza. Nuk duhet kemi frikë që anëtarësimi me faza na dëmton. Ne do vazhdojmë të përmbushim gjitha detyrimet tona. Ambicia jonë për të përmbyllur negociatat deri në fund të vitit 2027 është një ambicie që tani më përputhet edhe me atë program që kemi dakorsuar me Komisionin. Deputeti e Partisë Demokratike Judita Tabaku në fjalën e saj nuk u vendi bëri thirrje qeverisë të reflektojë të tregojë vullnet të vërtet politik për të ecur përpara. Duke referuar propozimit gjerman për një anëtarësim gradual, Tabaku bëri thirrje qeverisë shqiptare të jetë në kohë për të reflektuar. Dhe vullneti politik në këtë moment është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Këtu nuk e lidh vetëm me imunitetin e zëvendës kryeministres, e cila ka qenë tema e ditës dhe ka qenë arsyeja sepse ka pasur 5 muaj bllokim të IBAR-it, por e lidh njëkohësisht edhe me shumë iniciativa të tjera dhe ligje të tjera të cilat diskutohen çdo ditë. Diskutohet për sa i përket ligjit të prokurimeve publike, ligjit të koncesioneve të porteve, ligjit të investimeve strategjike. 2 ditë më parë në Bundestag ka shkuar edhe një pyetje për sa i përket situatës në Vjos Nart. Pra, tema të cilat procesin e integrimit e bëjnë jo vetëm teknik, po e bëjnë të rëndësishëm dhe të shoqëruar me vendime politike.
Flukset e emigracionit po shndrojnë në pengesë kryesore për rritje ekonomike afatgjatë në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik rajonal që u publikua këtë ditë vuri në duke se edhe në 2 vitet e fundit 2024-2025 rajoni vazhdon të vuajë nga hemorragjia e vazhdueshme e forcës punëtore duke krijuar vështirësi të mëdha në tregun e punës. Shqipëria kryeson listën me nivelin më të lartë të emigracionit neto duke mbajtur një shifër konstante prej rreth 24.000 në 2 vitet e fundit, 2024-2025. Banka Botërore tregon përmirësim të dukshëm për Kosovën vitin e kaluar. Shifra e emigracionit neto ulet nga 22.000 persona në vitin 2024 në 18.500 në vitin 2025, duke treguar një tendencë drejt stabilizimit. Krahas Kosovës, edhe Maqedonia e Veriut tregon një përmirësim të lehtë, duke u zhvendosur nga 5.900 largime në vitin 2024 në 5.700 për vitin 2025. Qytetarët po largohen drejt vendeve si Gjermania apo Austria për të gjetur jo vetëm punë, por dhe një ambient më të qëndrueshëm social. Aktualitet. Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë është në pritje të draftit të kodit të ri penal për ta konsultuar më pas me ekspertët ndërkombëtarë. Në këtë kod parashikohet trajtimi i krimit ekonomik, pastrimit parave, proporcionalitetit dhe mbrojtjes së të drejtave të njerëzit. Para gazetarëve, ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se kodi penal do të siguronte që krimi ekonomik të ketë vëmendjen e dur, pastrimi parave, proporcionaliteti penal dhe mbrojtja e të drejtave të njerëzit. Unë besoj që është pak e pamëshirshme që të mundet të diskutojnë produkte të cilat janë ende në hartime sipër. Pra ne duhet të shikojmë versionin përfundimtar dhe mbi të gjykojmë nëse është vërtet kodi penal që i përgjigjet realitetit ton shoqëror, realitetit ton juridik e kështu me radhë. Sipas Gogut, dhe amnestia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe minjherë më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Për sa i përket amnistisë penale, është një instrument i politikës tonë penale e cila u dizenjua për të adresuar disa problematika, në radhë parë absolutisht atë që thash fuqizimin e të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave të njeriut, dhe nga anën tjetër, kjo ka të bëjë me situatën që kemi me popullimin në institucionet e ekzekutimit vendimit penale apo thënë burgjeve. Kështu që do të ndodhë, patjetër që do të ndodhë. Kandidati për ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Eric Wendt, gjatë fjalës së tij para Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë në Senatin Amerikan, vlerësoi punën e prokurorisë posaçme. Ai komentoi si një strukturë të pavarur dhe apolitike dhe theksoi se do të angazhohet për të çuar përpara punë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Wendt deklaroi se do të mbështesë pavarësinë e SPAK. Nga gjithçka që kam lexuar, SPAK ka qenë një organizatë shumë e vlefshme, ka qenë apolitike, ka qenë e pavarur, deklaroi Wendt. Politik. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzon ish-kreun në SPAK Altin Dumani për manipulim të procesit vettingut. Në një deklaratë për mediat nga prokuroria e posaçme, kur ish-kryeministri duhet përgjigjet mes të tjerave për akuzën e korrupsionit, Berisha tha se deklarata notariale e familjes së bashkëshortes së Dumanit për ndërtimin e një vile është dorëzuar fillimisht në procesin e vettingut, por më pas unë jam këtu për një denoncim tjetër, një denoncim të ri, i cili fakton se Altin mashtruesi, Altin Troplini, ka mashtruar gjithçka lidhur me vilen ku banon. Ky njeri që kryeson vettingun tani, është i padej për asnjë funksion përveç se bangon e akuzës. Është tërhequr nga dosja. Berisha e cilësoi këtë rast si provë të manipulimit të procesit vettingut. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste arrin marrëveshje për ndryshimin e rregullores parlamentit. Në mbledhjen e Këshillit për Rregulloren dhe Mandatet u miratuan marrëveshje e dakorcuar. Atëherë hedhim në votim në parim ndryshimet e propozuara, rregulloren e vendit, kush është pro, kundër, s'ka, abstenim s'ka. Miratohet në parim ndryshimet. Mbledhja kaloi pa debate ndërsa votimi përfundimtar i takon seancës plenare. Sociale. 10.000 nxënës më pak në arsimin parauniversitar 2024-2025 në Shqipëri. Shkak janë bërë faktorët demografik me plakjen e popullsisë dhe emigracionin në moshat e reja. Të dhënat më të fundit zyrtare nga Istat tregojnë se brenda vetëm një viti akademik 2024-2025 numri i përgjithshëm i nxënësve që ndjekin arsimin 9 vjeçar dhe të mesëm ka psuar një rënje me 10.000 persona ose 3%. Në total, numri i të regjistruarve në gjitha nivelet arsimit arsimor ka zbritur nga 349.000 nxënës që ishin në vitin akademik 2023-2024 në 239.000 nxënës në vitin vijues 2024-2025.
Gazetaria, si institucion që garanton llogaridhënien dhe transparencën në shoqëri, është apeli i ambasadorit të OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran. Nga konferenca për mediat në Europën Juglindore mbajtur në Tiranë, Taran tha se janë ndërmarrë hapa për përmirësimin e kushteve të punës së gazetarëve dhe rritjen e transparencës mbi pronësinë e mediave. Pikë së pari, një shërbim për publikun, i ndihmon njerëzit të kuptojnë zhvillimet komplekse, i bën institucionet të japin llogari dhe që njerëzit të marrin pjesë në debatet demokratike. Hapësirat për publikun në Europë dhe kudo po marrin forma të reja. Në përfundim, ambasadori theksoi se prania e OSBE-s do të vazhdojë të punojë për forcimin e rolit të gazetarëve dhe mbështetjen e lirisë së medias në rajon. Përfaqësuesi i OSBE-s, Jan Brathu, nga konferenca Mediat në Europën Juglindore, paralajmëron se në këtë kohë gazetarët po përballen me kërcënime dhe presione. Gjatë fjalës së tij, përfaqësuesi i OSBE-s për lirinë e medias, Jan Brathu, theksoi se liria e medias është e domosdoshme për demokracinë dhe është thelbësore për një shoqëri të lirë dhe demokratike. Liria e shtypit është themeli i drejtësisë dhe demokracisë në çdo vend. Dhe pikërisht për këtë, gazetaria është e mirë publike. Kushtet që lejojnë gazetarinë për të përmbushur këtë rol, po sfidojnë gjithnjë më shumë. Në këtë mjedis që po evoluon shumë, po formësohet nga transformimi digjital, shtrëngimet ekonomike dhe kërcënimet e tjera. Inteligjenca artificiale dhe platformat digjitale po riformësojnë mënyrën se si informacioni prodhohet, shpërndahet dhe konsumohet. Rivihet në përdorim platforma e re i Albania. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit deklaroi se platforma 2.0 është ndërtuar mbi një infrastrukturë tërësisht të modernizuar dhe është një tjetër hap në transformimin digjital të shërbimeve publike në Shqipëri. E ndërtuar me teknologji të avancuar dhe standarde moderne të performancës, Albania 2.0 garanton më shumë qëndrueshmëri, efikasitet dhe besueshmëri në çdo shërbim online, thuhet në njoftimin e akshit. Platforma Albania shërben si një port nëpërmjet së cilës çdo person i interesuar mund të marrë nëpërmjet internetit shërbime elektronike të ofruara nga institucionet publike në Shqipëri. Ekonomi. Administrimi i territorit mbetet një nga sfidat e Shqipërisë në prag të sezonit veror dhe rritjes së fluksit të turistëve. Ministri i Punëve të Brendshme, Besfor Lamallari, bëri të ditur intensifikimin e masave për parandalimin e ndërtimeve pa leje në territor, ku vetëm muajin e fundit janë vendosur 67 masa administrative. Gjatë një konference për shtyp, Lamallari u ndal tek masat e shtuara për kontrollin e territorit dhe theksoi se masat administrative të vendosura gjatë këtij muaji arrin në shifrën e 122 milion lekëve. Krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill. Konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pra gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj. Lamallari u referua dhe goditjes së një rasti të dyshuar të palishmërisë në Sarandë, ku punonjës të policisë u bën palë me krimin duke neglizhuar kryerjen e detyrës dhe duke cënuar interesat kombëtare. Paqja fiskale ishte në thelb të takimit ndërmjet drejtorit përgjithshëm të tatimeve në Shqipëri, Ilir Bina, me ekspert të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në qendër të diskutimeve u vendosën 4 masa kryesore të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian në menaxhimin e borxhit. Palët theksuar rëndësinë e vijimit të reformave për modernizimin e administratës tatimore, forcimin e formalizimit të ekonomisë dhe përmbushjen e standardeve europiane në procesin e integrimit. Ligjet për paqen fiskale dhe faljen e detyrimeve tatimore, për të cilat është miratuar udhëzimi zbatues më 15 maj, parashikon një seri lehtësimesh për tatim paguesit të strukturuara sipas periudhave dhe kategorive të detyrimeve. Sport. Rolando Maran është trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit. 62 vjeçari italian ka qenë trajneri Pisas, Genovas, Cagliarit, Kievos, Catanias, Barit apo Varezës në Itali. Nga viti 2025 ai nuk ka qenë në drejtimin e asnjë ekipi. Kjo është hera e parë që Maran do të jetë në stolin e një ekipi kombëtar. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në prezantimin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare të futbollit, Rolando Maran vlerësoi përvojën e tij si trajner. Në krye të erës, Armando Duka vendosi objektivat e Federatës Shqiptare të Futbollit, kualifikimin në Euro 2028. Objektivat mbeten vendi i parë në Nations League dhe kualifikimi për në Euro 2028 për pastaj për të vazhduar me objektivin e pa arritur asnjëherë për qenë pjesë e botrorit 2030. Për Dukën, Maran është një zgjedhje e menduar dhe e konsultuar. Falenderimet e Dukës shkuan dhe për ish trajnerin kombëtar Silvinho për bashkëpunimin dhe rezultatet e arritura.
Në krah të presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, trajneri i ri i kombëtares Kuqezi, Rolando Maran, vlerësoi punën e bërë nga paraardhësit e tij, De Biasi dhe Silvinho, ndërsa premtoi se kualifikimi i Shqipërisë në kampionatin botror të futbollit është edhe ëndra e tij dhe jo vetëm e shqiptarëve. Ma se non lo pensassi non sarei qua, per cui Nuk do ta mendoja, nuk do të isha këtu. io credo che ci siano i presupposti per arrivare agli Mendoj që janë mundësitë, kushtet për të arritur në objektiv. Nuk është e lehtë, nuk do të jetë e thjeshtë, por sigurisht që mendoj që janë mundësitë për t'ia dalë. Volta con il lavoro, con il senso con l'attaccamento che avete voi e sono sicuro che si possono fare cose anche oltre quelli che sono magari dei limiti che possono essere rispetto ad altre nazioni. Ma ato çfarë ju keni, sigurisht që ne kemi mundësi për të bërë gjëra më tepër. Possono essere più competitive. Edhe ndoshta kundër skuadrave që ndoshta në kartë, në letër mund të jenë më konkurruese. L'Albania possa arrivare a giocarsi questi obiettivi da protagonista. Duhet të arrijmë të përmbushim objektiv për të qenë kompetitiv. Ish trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit Silvinho në prezantimin e teknikut të ri të Shqipërisë, Rolando Maran, kujtoi se ka dhënë gjithçka për këtë kombëtare ashtu sikur se kishte premtuar në janar të vitit 2023 kur dhe mori drejtimin e saj. Silvinho deklaroi se është koha të mbyllim një cikël pas 3 vite e gjysmë që ka përfaqësuar këtë kombë që e ka pritur shumë mirë. Da nostra parte ringraziare, ma arrivo lì, abbiamo deciso insieme che era la fine di un ciclo, që të mbyllet ky cikël, një cikël për 3 vite e gjysmë, in cui abbiamo lavorato duramente per rappresentare bene questa nazione. Nazione in cui mi hanno accolto tantissimo bene, ringrazio veramente a tutti. Allora conosco benissimo Albania, Tirana, a tutti voi ringrazio veramente tanto. Silvinho ju bashkua kombëtares shqiptare në fillim të vitit 2023 dhe në vitin e tij të parë arriti kualifikimin historik në Euro 2024, duke mbyllur grupin kualifikues në vendin e parë. Në kualifikuesit e botrorit 2026, Shqipëria doli e dyta pas Anglisë duke lënë pas Serbinë me një tjetër kualifikim historik në play-offin e Kupës së Botës, aty ku mund 2-1 nga Polonia në gjysmëfinalen e zhvilluar në Varshavë. Si trajneri i Shqipërisë, Silvinho regjistroi 15 fitore, 12 humbje dhe 7 barazime. Shqipëria ka dhe 2 miqësore për të luajtur, më 3 qershor është përballje me Izraelin dhe më 6 qershor në Tiranë kundër Luksemburgut. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.